Ky model nuk ka asnjë bazë ligjore dhe çdo përfitim fiskal mbi këtë bazë është ekstraligjor i paligjshëm. Rezidentët dhe hierarkia e përfitimit, struktura antarësimit në Këshillin e Armand Frangut me emër Ermal Beqiri. Për të hyrë në Durana High-Tech Park, kompanit kalojnë përmes shoqatës Ermal Beqirit, ku aksesi në tendrat miliona eurosh ndahet sipas shkallëve të pagesës. Kategoria Platinum, që është dhe bërthama e këtij monopoli, nuk ka tarifë zyrtare. Antarësimi negociohet privatisht me Ermal Beqirin dhe këtu bëjnë pjesë Createx, Soft Solution, Hard Tech, Fast Tech, e kuptoni vetë ju, dhe Communication Progress. Këto kompani drejtojnë politikat publike dhe përlajnë me tendrat e mdhej qindra milion nga akshi dhe kompanit tjera dhe institucionet tjera. Kategoria Gold, tarifa 5.000 euro në vit, përfshin rreth 50 kompani si Horizon, Albascan, Babun, Cyberfarm, EA Solution. Këta janë të gjitha, këta solution janë të gjithë, mos e pyet si janë. Kanë akses të lartë në të dhënat e projekteve inovative. Kategoria Silver, tarifa 100.000 euro në vit, kompani të mesme që kërkojnë mbështetje ligjore dhe orientim në tendrat publik. Kjo qarë sistemi i shpifur i turpshëm, se qarë gjobë dhenje. Kjo është Edi Rama. E kam theksoj 1000 herë, se kur kryeministri vjedh, administrata shndrohet në një lukuni vjedhësish, korrupsioni shndrohet në sistem. Kategoria individuale, tarifa 50 euro në vit, këta janë plebejt, që futën, pagujnë 50 euro dhe shtojnë numrin e klubit, e antarëve të klubit. Tani të shohim pak kush është Createx dhe kush shihet pasaj. Një profili Createx SHPK. Createx nuk është thjesht një kompani softwaresh, por bërthama operacionale e monopolit të ri teknologjik në Shqipëri. Pronësia dhe kontrolli. Kompania kontrollohet në aparencë nga Ermal Beqiri, në të vërtet nga Armand Frangu, lindat e Akshit dhe Surrelit. Së merën vesh dhe ato. Armand Frangu, e tha si të thamë, Ermal Beqiri është dhe drejtuesi i shoqatës ACTI. Createx SHPK është vendosur në pronësi të Enor Nakuçit dhe Lejdi Koçit. Hardtech SHPK në pronësi të Enea Buzës. Pikërisht kompania Hardtech dhe pronari i saj Enea Buza janë në qendër të dyshimeve. Buza vazhdon të ketë më herët
të ketë qenë më herët aksioner dhe i punësuar në kompaninë Horizon, e lidhur drejt për drejt me Ermal Beqirin. Se çfarë bëjnë këta? Krijojnë 10 kompani dhe i fusin të gjitha në furrë. Personazh i njohur për skandale të rënda dhe aktualisht i shpallur në kërkim si një organizator i pengmarrjes me Ergys Agasin në rast në Geron Meçes dhe pa asnjë diskutim në rast në Daniel Shimës, të cilin e mohoi ose të cilin e blokon Altin Troplini. Skandali qëndron në faktin se pavarësisht se Ermal Beqiri është në kërkim nga drejtësia, po ju them unë ju që ai dyshohet se vijon të përfitoj miliona euro, sepse ai është kërkim, po Armand Frangu është i lirë, nga aparat publike përmes personave dhe kompanive që konsiderohen si zarë për njerëz të afërt të tij. Lidhja direkte politike është Ergys Agasi, i cili edhe sot, çdo ditë, jep urdhra dhe mban gjallë të gjithë aktivitetin e tij. I lirë, gjoja me mandat arresti. Me datën 21/12/2023, me anë të kontratës së shitjes të kuotave të kapitalit, ortaku Enea Buzo shet 35% të kuotave të kapitalit në favor të ortakut Comscope Limited, kundër çmimit 125.000 lek. Pas transferimit, largohet ortaku Enea Buzo nga shoqëria dhe ortaku i vetëm i shoqërisë Comscope Limited zotrues me 100% kapitalit. Me datën 19/4/2024, me anë të kontratës së shitjes së kuotave të kapitalit, ortaku Comscope Limited shet 100% të kuotave në favor të kujt, thoni ju? Ermal Beqirit, Armand Frangut, kundër çmimit 380.000 euro. Pra, një larje mirëfillt parash në këtë rast, pas transferimit, largohet ortaku Comscope Limited nga shoqëria dhe ortaku i vetëm i shoqërisë bëhet Ermal Beqiri, zotrues i 100% aksioneve.